ish metalurgjiko. Dikur krenaria e Elbasanit, dikur një qytet brenda qytetit, një qytet që mbante qytetin. Tani është praktikisht haleja e Elbasanit, thon shqip fare. Se nuk di çfarë fjale ti japësh, ti shkatrimi dhe këti trishtimi që të rrethon. Ideja është që e ka marrë një film turke, unë nuk e di çfarë bëjnë, çfarë prodhojnë, çfarë kanë marrë tamam. Unë di që mbas kaq kohësh, kur vi dhe shikoj çfarë ka në këtë vend, shikoj vetëm harres, braktisje, shpërdorim, vjedhje dhe frikë. Një frikë të madhe, çfarë bëhet në atë që na përket, që ka qenë një ditë e jona dhe tani mund na japi prapë të ardhurë. Çfarë bëhet? Unë mund të them këtë që di, të tjerë që dinë më shumë, ka ardhur kohë të pase.